Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimen kathira. Allahun e madhruar e falendrojmë, me të prej ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun që t'i bekon takimet tona, t'i bën të dobishme, të frishme për neve në këtë dunja dhe të shpërbliura për neve ditën e takimit me të. Lavdatët dhe bekimet e Allah qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjitha që e ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar pranishëm, ju falenderoj për këtë mikpritje, për këtë prezencë, për këtë inkurajim, frymëzim të vazhdueshëm. Sikur që padyshim falenderoj ata që u përkujdesën për këtë takim sot, imamin e xhamisë Shpend Efendiun, muftinin e Shkupit, në krye muftiun që mundëson dhe lehtëson takimet e kësaj natyre, dhe gjithë të tjerë që u përkujdesën për këtë takim sot, Allahu i shpërbleft e i ndroh me të mirat e tij. Të nderuar, padyshim se temat që trajtohen në Ramazan kryesisht ndërlidhen me agjërimin. Për faktin se jemi agjëruar shumë dhe jemi në Ramazan, dhe kemi dëshirë që të flasim për këto tema nga se edhe i përjetojmë më mirë. Kur flasim për agjërimin, kryesisht tema ndërlidhen me dobit e agjërimit, ndikimi i agjërimit, përjetimi i agjërimit, fryt e agjërimit e tema të kësaj natyre. Unë dua që të flas për diçka që është më e madhe se agjërimi, por që agjërimi është pjesë e saj. Dhe të kuptojmë se cili është kapaciteti i agjërimit për të na ndryshuar jetën. Funksionet e agjërimit si njësi dhe funksionet e besimit si tërësi në organizimin dhe ndryshimin e jetës tonë. Për shkak se shpesh në jetën e ndëruar, do të thotë nuk e përdorim komplet potencialin e besimit që kemi. Nga se besimin e Allahut te barekutaala ka potencial të madh, ka funksione të shumta për me rregullu jetën tonë, për me përmirësu gjendjen tonë përgjithësi, raportet me Allahun, raportet me zvete, e shumë të tjera. Andaj, ne ju kemi përgjigj Allahu xhalla xhelaluhu me agjërim mbi bazën e besimit në Allahun te barekutaala. Ka se edhe pikërisht me këtë thirrje Allah na ka thirrë, ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, është bërë obligim agjërimi. Pra na mbi çfarë bazë na përgjigj? Në bazën e imanit veç. Në bazën e imanit. Përse imani çfarë funksioni ka? Ka funksion që me braktis njëri bukën, pijen, gjatë të ditës, sot që dita e gjatë, për shkak se e ka kërkuar Zoti i tij. E a mundum na me rrit funksionimin e këtij besimi edhe në fusha të tjera të jetës. Do çysh ka mundësi që ky agjërim si njësi e besimit, po edhe besimin tërësi të funksionizohet më tepër, e që të i kalon për masat e agjërimit, ose namazit, po të kalon në fusha shumë të tjetës, që na krit jetën me mbulu me iman. Na krit jetën tonë me organizu mbi bazën e imanit. A është e mundshme kjo? Padyshim se po. Pra ndua sot para jush që përmes disa shembullve praktik, disa pikave të caktuara, përmendi se qysh imanin Zotin e me specifik të fokusohem të agjërimi, qysh agjërimi në ndihman në rregullimin e jetës tonë. Dhe kur ne mund të konsiderojmë se kemi jetën e rregulluar. Ke pasur njerëz për shembull flasin për filanin e ka rregulluar jetën. Do të thonë ka bo shtëpi, ka bo kerr, ka biznes, që kjo është ajo që kryesisht domthon përmendet kur bëhet fjala për rregullimin e jetës. Ose o martu, ka fëmijë, e ka rregullu jetën. A është që kjo ajo që ne synim me rregullu jetën? Jo, padyshim se jo. Kjo është një pjesë e rregullimit. Po një musliman e rregullon jetën e tij me iman. E qysh imani e rregullon jetën është pikërisht përgjigja në ligjëratën që do të flaset për të inshallah bindin. Të nderuar pranishëm, njeriu në jetën e kësaj bote i përgjigjet thirrjeve të shumta. Dhe kjo pastaj shkakton taj një falloj
edhe stresi, edhe shqetësimi, edhe defokusimi në jetë. Kanë me ngu, kujt me abo qefin, a duhet tash qështu me bo, a është reni kështu, a nuk reni kështu, shpesh herë të mund kemi konfuzion këtë aspekt. Ndërsa jeta e rregullume të ndëruar është kur njëri din kujt me u përgjigj. Din cilën thirrje duhet me ngu. Që kjo është jeta e rregullume. Prandaj Allahu te bareku teala kur përmend e përsin e imanit në Zotin ndaj të tjerëve që s'kan iman Zotin, thot Allahu sill, daraballahu mathalan, Allahu sill shembull e kujt? Një njeri i cili është i shpërndam në kërkesa. Dhe një njeri salama li rajul, një që është i dorëzuar një njeri apo. Dhe një njeri ka shumë gazdallar. Njëri i thot me orë 7 në punë, tjetri thot me orë në 7:30. Ai thot në 6:30. Po na sikletin e këtij njeri thot, o Allah, sa më orë? Në 6:30, në 7. Ai thot ngom mu. Ky veç marr punë sa të lash në kapë. Dhe më kur shkon në punë ky më thon, tash ti sot ç'i punë ki. Ta marr nis me boj thot, jo këtë punë, kush ka dhënë, ç'to dush me boj ti apo? Ç'është jeta e këtij njeri apo? Nuk di kur më përgjigj. A këtij, a atij? A është në rregull, ka rregull? Që ky njeri edhe Allahu thot, "Wa rajulan salama li rajul." Një njeri që është, një njeri ka një gazd, një patron e ka. Ai ka thënë sa dhe pik, ai ka thënë çka dhe pik. Hal yastawiyani mathala? A janë të barabarta mes veti? S'janë absolutisht. S'janë barabarta. Ai imani mëson ku të përgjigj. Për këtë arsye Allahu xhallahu ala sa ka kërkuar nga ne diçka, na ka thirrë me iman. O ju që keni besuar, që të edukohemi të përgjigjemi Allahu te bareke ve taala. Sa mjafton për shkak pas një situatë caktuar në jetë, për shkak dasim me bë. Me bë për shkak një të pamë, për shkak se i ka vdekë dikush apo. Sa teke ka, sa zakone ka, sa qefe ka, po. Domthon e zbaton një rregull, tjetër kurse së dashur me bë, tjetër së dashur. Në jeta gjithmonë bëhet me ndërhyrje. Dhe shumë probleme në jetë të ndëruar vijnë për shkak të ndërhyrjeve të shumta. Prandaj imani e rregullon jetën duke na mësuar dhe duke na udhëzuar kujt i përgjigjemi. Dhe nuk ka organizim më të mirë në jetë se kur ti e din se është një adresë që të gjithmonë çasaj i drejtohesh, edhe gjithmonë në bazë të asaj adrese orientohesh. Që kjo është imani. Allah na ka mësuar që Allahu t'i përgjigjemi. Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum. Përgjigjuni Allahut dhe pejgamberit kur Allahu t'ju thret. Përgjigjuni, që kjo është jeta e mirë. Jeta e mirë e organizuar, e ka rregulluar jetën, domethënë din kujt më thon po. Din. Ajo është Allahu te barekuhu teala. Dhe të gjitha përgjigjet pastaj njët që i ka të koordinuara me adresën e parë. Askujt nuk i përgjigjet nëse përgjigjja ndaj tij nuk kupton kundërshtim ndaj thirrjes së parë. Dhe thirrja e parë ja organizon këtë jetën. Na i përgjigjemi prindve tanë për shkak se Allahu te barekuhu teala na ka thirrë u përgjigj. Dallon kur dikush për shembull i përgjigjet prindve kur e thrasin, po baba është ai. Sa i baba është vërtet. Po diçka për mi babë. I përgjigjet nonës, po tani thonë s'pengon nona. Do prapë ka një presion shoqëror. E ka një presion caktuar në përgjigje. Nuk është i lirë. Nëse pse i përgjigjesh babës e nonës, pse Allahu ka thonë. Kur thrasin përgjigjo. Don Allahu të ka thirrë që kur të thrasin prindrit, përgjigjo. Kur ti përgjigjesh prindërve, ti ju ke përgjigj Allahut azza xhel. Prandaj jeni vi, s'ka kundërshtime. S'ka kur fart defokusimi, s'ka kur fart domthon ndërhyrje. Është e njëjta vi. Të thret për shembull edhe puna, i përgjigjesh pse? Pse Allahu të ka kërkuar nga te që ti zbatosh marrëveshjet e shumë. Ti keni shku marrëveshje me punëdhënësin, se kime punu pej kaq në kaq. Ai të thret ti i përgjigjesh. Pse i përgjigjesh? Jo pse më dal rrugën, jo pse kam marrëveshje. Mbi këtë ka diçka më shumë. Për shkak se Allahu ka kërkuar nga ne të zbatojmë marrëveshjet. Kjo më e fuqishme, dhe kjo është më organizuar, dhe kjo është më stabile. Prandaj të ndëruar, ne duhet të mësu kanë me ngu. Dihet valla, që kjo është, që ngujmë edhe u kry. Nëse përzihen shumë zona, smirëm i vesh, shkuptohemi.
Shikoj tash për shembull këtu është një mikrofon dhe unë e kam përpara. Dhe tash Allah është shpërblet, mu ma keni dhënë fjalën me fol. Ju po dëgjoni. Sikur me ndryj shumë zona, apo që mjafton veç njëri me qel telefonin me fol, apo edhe më na defokusu. Edhe pse ai spërzihen dersin tonë, do të vazhdoni, unë veç jam këtu fol me njërin, po i të fol për porzihesh Allah. Apo veç një defokusim i thjesht ta prish ambientin e qetësisë. E përmënë sa ka ndërhyrje një që në thrasin, sa ka lajme, në thrasin thirrje, merru me këtë temë, thirrje me këtë çështje. Këtë këtë thirrje, mos mendon që veç me thirr dikush. Sa tema ndërhyn jetën tonë që janë tema tona, në thrasin që të bëjnë tema tona, në thrasin që të debatojmë ato tema, në thrasin që të diskutojmë ato çështje. S'janë të nevet, duke ju përgjigj e kanë harruar veten tonë. I këna ru tema tona, i këna ru punë tona, i këna ru angazhime tona duke ju përgjigj çdo temë, çdo debate, çdo diskutime që lidhje s'ka as me tokën tonë, as me vendin tonë, as me gjuhën tonë, as me popullin tonë, as me fenë tonë, me skure s'ka lidhje. Pse? Pse zoni ty është i fuqishëm, po të partojnë çdo shtëpi. A keni pa për shembull, ka thirrje që prinja bën fëmis, edhe ka thirrje që telefoni ja bën fëmis atë. Shpeshherë thirrja e telefonit, e lojnave, punëve tjera, e ka rrëmby vëmendjen në fëmijët, ma tepër më u përgjigj se thirrjes së babës së nonës atë. Do më kena problem në atë thirrja, kuj duhet me përgjigjna? Andaj na mëson imani që thot, ja eyyuhalladhina amanu, përgjigjeni Allahut, istajibu lillahi wa lirrasul, përgjigjeni Allahut azza wa jall. Dhe çështja e parë që imani e ka neve, funksioni i parë i imanit është më na eduku, më na mësu, ka mu kthye dhe kanë mengu. Ai që ka këto të rregulluar me Allah po atë, s'janë barabartë, si ai që ka 1 si që ka 10. S'janë barabartë. S'janë. Kur ka dashur Amr ibn As i bëu musliman të ndrua Allahu, qenë njëri një meç shumë kona Amr ibn As. Ka qenë nga elitët e Kurajshit të Mekës. Ka ardhur tek pejgamberi sa musliman, i ka thonë pejgamberi sa mi Amr, kem ilahen ta'bud, sa zote i adoron? Ka thonë 7. Ka 1 kom qiell e 6 kom tokë. Kam kurien zar, e ki të lashe, cilën e thirë, ka në të që është naltë. Këta poshtë i kam veç për adhurime tjera, po. Dhe unë edhe në shek në idhëtari, po në ciklit e caktore ka ditë kusht adresa, e thiri, sa thonë. Dhe ne nuk du të kemi kësi, dhe më thonë, thirje selektive ka shi Allah të zgjellë, por e përkushtojmë jetën tonë, e organizojmë jetën tonë, që ti përgjigjemi një thirje, aja është thirje e krijuesit, që ati i përgjigjemi jetën. Dhe çdo thirje e cila kalon ka thirje e krijuesit, i përgjigjemi. Çdo thirje e cila nuk është në koordinim me thirjen e krijuesit, si përgjigjemi. A është e qartë? Ç'është i bën? Shikoj na për shembull tash kur nisëm dersin, çka tham? Allah është përbleft, hoxha shpende, falëndoj hoxhën Agim që ka komunikuar. E ky falëndoj këta. Apo bëni far, tani na gjithë bashku e falëruam edhe kanë, edhe muftim se ka koordinim. Pa na për shembull unë më ardh edhe më u përgjigj, për shembull thirrjes një xhamat lutër ndom këto. Më ka thirrë në ders, as nuk e din muftinia, as nuk e din hoxha, as kur s'din. Edhe vijnë këtu, unë gjna, ato më kam ders. Ani, qysh ki ders, po ju kom përgjigj filonit, apo. Po së është bëja që dush me përgjigj, apo. Kur duhet me thirë për ders, ditë kur shtirë, a që është të... A i mund më konë një gjematlin iniciator, do të hoqë shkon mirë, valla me dhe thirë filon hoqën. A i thëtë, valla mirë, është tani okej, unë e pra thiri këta, shkon thirja deri të naltë, pastaj ktheje tek ftesa. A bojë që është të puna? Njët, a bojë që është normal? Edhe në shtëpi do me thirë musafir, për shembull, son thirë, për shembull, fëmija në sokak, hadris që bëna kina drekë. Ka rëndë, mi vedi kanë, apo. A i bën me thirë, po thirja ati është valide, kur është në koordinim me thirin e autoritetit suprema. Që kjo është e jonë? Na i përgjimi çdo thirje, por në koordinim me thirin hynore, me thirin e qilit. Ja eyyuhalladhina amanu, o që keni besuar. Kush që shtu e rregullon jetën, rahat është. Shumë rahat është. Hiq, se ka të lashe, atë ky, ataja, ku do koftë? Vetë në ato një herabën. Qash, na përgjim, s'prish puna, s'prish punë. Si punëtorin punë. Thot, del, hajde, kryma që të punë, sa s'ko gale veç, thërë shefin, qim blenë në vjetë. Qash, koordineje thirjen me thirin
e adresë të duhur. Tani leti bëjmë këtë punë tjera. Prandaj imani na mëson adresën e përgjigjes. Nuk jemi të shkapërderdhur, nuk jemi kaotik, nuk jemi të hutuar, nuk jemi të shpërqendruar, jemi të fokusuar, jemi të koncentruar, një adresë kemi, një kible kemi, Zotin e kemi, ai kur thret na përgjigjemi. Që kjo është jeta mirë. Që ti thuhet, e kanë rresh jetën as shumë. Që kjo rregulluar jetën se po dike kujt më thon po. Që kjo është jeta mirë. Andaj që kjo është imani të ndërtuar që realisht edhe agjerimi e fuqizon këtë përgjithshmëri të përgjigjes në thirrje, por padyshim se agjerimi e ka marrë këtë forcë nga tërësia e imanit apo. Imani është kryesori, pastaj agjerimi është pjesa e kësaj thirrje apo. Çështja e dytë të ndërum është që çysh imani e rregullon jetën. Shikoni sot për shembull kryesisht një njeri suksesshëm me çka e motin. Lexo për shumë njerëz suksesshëm, më pse se musliman. Çështja e parë që ai ta përmend. Pse ka pas sukses? Çish kimë pas sukses, çka thot? Përsa këto qëllimet. Çfarë do? Mjet. Tani përsa të mjetet apo. Do të përcaktimi i qëllimeve që ka esencial, që ka bazik, i rëndësishëm për organizimin e jetës dhe orientimin e jetës drejt suksesit apo. A ka diçka më të qartë? A ka diçka më të fuqishme në këtë aspekt që realisht i përcakton qëllimet e jetës më mirë se imani? Merë çdo një sukses shumë. Apo ai e din pse u bë i pasën, po nuk e din pse jeton. Nuk din dikun din diçka, po nuk din për te kësaj qëllimet e kësaj. Do të them, ai e din si më bë i pasën. Me thonë, e pse e bo, e nëzënë gërshëtër. E t'jep do përgjigje në kuptim material, po përgjigja realisht nuk është e knatshme. Mos të asëm pse jeton, pse e bon këtë. Prandaj imani na mëson të ndrua vëllezër që t'i japim përgjigje të duhur pyetjeve madhore në jetë. Pse një musliman jeton? A ka organizim më i mirë jetës ku njeriu ka qëllime të caktuara? Që kjo qëllimi kryesor, që kjo qëllimi, unë që të shërinë që ka qëpë. Qartë. Aq e ka qartësu Allahu Gjelle Wala të nërumë gjenetin. Shiko, se qëllimi në gjenetin. Një nga qëllimet madhore është gjeneti. Shiko, sa ka folë Allahu për gjenetin Kur'an. Pse ka që detaje? Për shembull, a ka qenë mjaftueshme që na me besu që ka gjenet, veç Allah me thonë, ju premtoj gjenet, pikë. Edhe me thonë, te ka, qka ju s'funi me parmenu, pak me përshu bukurin të uptim përgjithshëm, edhe qaq, ka pas mundësi. E na ishëm mjaftu me qaq me besua. Ka detaje. Kjo është ujnë e ka qështut, qumshën e ka kështut, mandje vera o qështut, neja o qështut, kultu që qëfar janë, druni qëfar është, qëfar detaje. Shpeshere, gjenet është maj detajzu në Kur'an, se që ti kishe pas mundësi me e detajzu shpinë tonë. Pse gjithë kjo? Që fokusi i qëllimit mos me pas asni qëllim tjetër me të defokusu nga qëllimi kësor. Ja. Me thirë gjithmonë, që to qëllimi. Shka ka të shkojsh ama, krejt jeta duhet me i shërby gjenetit, që kjo qëllimi më dofëm. Kënaqësisë Allah të bare këtë halëpë. Andaj besimtari e organizon jetën përmes besimit i cili jamësan qëllimet e tjetuarit. E mësën pse duhet me flajtë. E mësën pëse duhet më qu, e mësën pëse duhet më hongër, e mësën pëse s'duhet më hongër, e mësën pëse duhet me një mu dikujt, e mësën pëse s'duhet me një mu dikujt. Krejt i mësën. A ka jetë me amirë se i cili din krejt pëse banë. Shumë e ka qartë, shumë e ka të kristalizume. Andaj sahabët e pejgamberit samë, aq e kanë pas të qartë, sa që si kurse ka unë Hudhejfe radiallahu ta'ala anhu, atë kur këna net me pejgamberin s.a.s. A që bëj këtë qartë qëllimet, sa që nuk duke që përshëm gjenit, para vete e kema. Tash e përshamë. Ose për shambull, Enes ibn Nadri ja ka një herë, pja një herë, e qartë ku shumë. Na duhet imanin me përdor. Funksioni i imanit është të ndërrullazër edhe këtë aspekt me rregullu. Aspektin e, domethënë, qëllimeve të jetës. Çfarë qëllimi kiti vëllai? Ku përfundon kulmi i qëllimeve tua? Fatkeqësisht shumica e njerëzve kulmin
e arsyeshmërisë së veprimeve kanë të ndëlidhur me barkun e vet apo. Parë çfarë jetë e cila nuk të i kalon kënaqësinë e psharake. Kulmi apo. Me vedi kam pse punon për ishta, pse këto në ato në mirë, kjo ku të bënet, kështë funi, kur funi? Me mund njëri me dalë me shku përshim vëllo kur dëna. Parëmëna, e që kaqë? Që është me këtë jetë a mund me shku përshim kur dëna? Po njëzë me pasi një shpi, një rahati, që të dikon silët me dunja, të cilën shpesh herë, vrapan me ndërtu e me regulu e në fund, e gëzën dikush tjetër atën. Sari e qëllimi, për e qëfar shgënimi ku njëri desë, thotë, po desë me sy qilë, së mujta breqa shpi që shpirti mu ka lodhë, së më pëjin të apëtën. Arnë njëri përse qëllime kaq, grete apë. Ajtë ndrozër, shpesh i kena ndërtu shpijat e vogla. Islami ka me zhënu. Jo në kuptim të mure, po qëllime, apë. Kena qitë kulmin herët, heqa atë kulm, presha. Kulmin, a din ko kulmi? Të Firdausi. Sa e është kulmi i gjenetit, apë. Që atje, mas nalti. Që atje, pegamës më ka thonë, o edha sa'altumullahi fas'alu al-Firdaus. Kur kërkoni nga Allah lëpë në Firdausin, në gjenetin më të naltë, tani amrintin ka të para, ka të dytë, tani ka punë tjetër është. Ama synimi, qëllimit është Firdausi. Në betejën e Uhudit ka pas shumë viktima. Kam vdek, përmi 70 sahabe kam vdek. Për shkak të ati lëshimi që ka bua ata shigjetarat në kodrën e Uhudit. Ka ardhë një nën të pejgamberi s.a.s. e i ka thonë, i është vrat djalin betej. Shika të ndërrumë vëzër, domon, arritja e qëllimit që është qëtësën shpirtin. E imani bën këtë. I ka thonë, o i dërguar e Allahot, Hari, thash djali jam, a është në gjenet e tjem rahat, ma pa është në gjenet me të kaj për të bëj doa. Ku kam ri puna ati, ka thonë pejgamberi s.a.s. ja umme Haritha, o nona filonit, nuk është një, inneha gjinan, njën shumë gjenete, djallit e ka rukë Firdausul A'la, e ka rukë matë nalë, u qëtësu nëna, s'ka më nëtë, u qëtësu pëse, e ka rritë qëllimin, a në qëtësu e shpirti, që kjo jeta zatën, jeta është me qmim, ka kuptim, ku njeri e arrin qëllimin e vetë, e qëllimi unë cële është, gjeneti, knatësi Allah të barë e këtala. Prandaj të nërëzër, organizimi jetës në përputhje me qëllimet që në i ka mësu shpallja ku e këna marë besimin, është jetë e mirë. Regullimi, që kështu e jetë a regullot. Ne dëmë që si imani, ne dëmë imani funksional aktiv i cili edhe në imësën qëllimet, por edhe në imani aktive qëllimet, që gjithë më të synojmë asë njerë mos të dalim nga qëllimet e përcaktuar nga Zoti më të dënueshëm. Andaj, në mundë më abit, ka dalë imani që thët. A është kjo me qëllimi, zartë? Atërë? Këthe unë qëllima. Andaj, imani dhëtë me pasë qësi force tërheqëse, që gjdo thirje tjetër që thash, apo, dhe gjdo qëllim tjetër që në është vendosë nga binart e imanit, me thonë, në falë po, sundala, se qëllim jam e që kjam. Na kemë këtë sunim. Andaj, jeta e mirë është jeta që ka qëllim, dim pse quhet sabah, dim pse del, dim ku shkon, edhe kjo pseja pastaj e ka një përgjigje për te aspektit material, për te epshit, për te barkut, e ka kulmin e ka tek kënaqësia e Allahut edhe tek xheneti i tij. Andaj, sa është ky musliman ambicioz, sa është ky musliman i pathyeshëm, sa është ky musliman i qëndrueshëm, stabil, ku nuk ka kush e thën nga sprovat e dunjas për faktin se ai syti ka në gjenet, aja ti ka sytë, aja ti është të këshyra, s'ka këtë, së në thënë të piktujt, kur? Që kjo është jetë e mirë, që kjo është jeta që duhet me kone e mbushën me besimin Allah të bare këtë alam. Andaj edhe agjerusi, pëserin uritur dhe pëserin, do më thonë, unë, pëserin, që shpeson gjenetin, për që ta pëtën. A përshë, e ka lecu, atër kur nuk e braktisim ushqimin edhe pijen me qëllim gjenetit, e ke pasë rënë është, dhem kryt, lodhë është, se s'ka qëllim. Si të bo qëllim gjeneti, ka jetë letë është, gjithë ka është letë. Andaj pejgamberësëm, shpeshtere, sahabët i ka mobilizu në qështje madhore me qëka me gjenet. Kush e bën këtë punë fale ul gjenet, ka ngojtë sahabët, une. Kush e jabë qëta gjenet, gjithab, me gjenet. Nga se gjenetit të vëzër, është, po thëmë, kuptim pozitiv, mos ke shkuptojmë, kuptim pozitiv, pika e dopë të muslimat. Me bo me di që ka që në gjenet, ketja merë atë.
Edhe atë e merë. Që ta mësën prek që ta. Pik dëp të kam. Se kam qëllim një jetën, për që të arnoj. Për që ta jetojnë atë. Kër i ka arë deka Muadhi ibn Gjebelit të ndërozën, ka dek për pandemisë, ka qenë smuje madhe, së kolerë është për hapë, edhe ka vdek për sa i prekuna, si të nga për Covid-i që ka vdek shumë, Allah i më shirot, besimtarët e besimtarët. E kër i ka arë deka, Muadhi ibn Gjebelit ka thonë, në moment dekës ka thonë, o Zot, ka thonë, ti e din që une jetën se këm dashtë për me vrapu, në për livadhe, në për lumeje, me dale me shqit, se këm dashtë për këtë. Për jetën e këm dashtë veç, për shkak se ma ka mundësu mu falë natën me gjinu ditën, që ta ka pas kuptim jeta. Për shta këm dashtë mërdu. Andani se kam në një keqare pëse po desë, është vej pëse së në qëna më falë më për të natën, e së në gjinaj për të mo. Qëfar jetë e natë të kjo të lozër, ose jetë e diku që është jetë veç me hongër, me pi, me shetite, ku e di qëfar. Dalojnë jetë atë. Andaj jetë e rregulluar mbi bazë dhe qëllime madhore, që nuk kupton adhurimin Allahut dhe synim xhenetin, është jetë e mirë. E këtë e mundësën veç besimin Allahut te barekotala, dhe nga njësit e këtij besimi është agjerimi, që ndihmon në organizimin e jetës në këtë frima. Gjithashtu të nderuar, ajo që na ndihmon këtë aspekt gjithashtu është edhe shpesh herë të nderuar vëllezër, jeta e një botë e rënë, jeta e një botë e vështirë, jo për shkak të mungesës së mundësive, po për shkak të mosnjohjes së mundësive. Do të thonë, shpesh na zdim sa mundëm. Për shembull, na nuk e dim na sa mundëm hala më shumë me kontet me zveti, apo? Na e nënçmojmë veten tonë. A di sa ka kapacitetin mesin tonë, a di sa ka njerëz të mëshëm, dishëm, a di çfarë një kemë natën. Me bu me dhon mundsinë, me bu me aqel rrugët. Këta bën shembull i dunjos bën apo. Përmendëm për të mirë anë kanë botës. Po na ngulfatin mundësi tona. Apo se për me kon i mëshëm, shqip s'ban me fol apo. Do të në gjuhë tjetër me fol apo. Se na ne çmoj veten tona apo. Për me kon i dishëm i përparum, s'ban me kon i safit apo. Sa ata safit janë që ka shku as shkolla, as puna, as kurrë. Na vetë e shkelën veten tona apo. E në çmoj veten tona apo. E sa ka kapacitet të rinjë, sa ka të këtë tjerë, sa ka. Që mund në mes për para. Na i fikë mundësi tona apo. Na vyn një lloj force që i shpërthen këtë mundësi, i shpërfaq këtë mundësi, na ka thënë saksi çka mund na me bëu. Që me rregullu jetën tonë në bazë të mundësive që i kemi, me i shfrytëzu mundësitë që i kemi. Mos flas për ato që si kemi, lejni ato që si kemi. Veç mundësitë që i kemi. Çfarë mund të më bëna? Shikoni për shembull, si shahun pembar që çdo xhami që ndrejt, që kjo xhami e tjera xhami apo. Kur është nis nuk besoj që kanë qenë parat të gatshme për fillimin e në fund ato. Ja kanë nis në haxhimin e 100 euro, në me 200 euro, bëhet inshallah. Sa i ka besu që ka më bëu atë. Edhe që xhamia të bëhen ato. Pse? Se kena besu në Allahun dhe pastaj në mundësitë tona që ja dalim se s'ka xhami që ka nisë që sopitis. Me bu me nis me nal më qëre. Ai bëhet po që njerëz tash kanë borë që u ikja u bë kjo ndodhin këto më çestit me nis më bë kjo me vetit, jo xhamia pa abdesonës bëhet ato. Andaj ne kanë nevojë mi shpërthy fuqitë, kapacitetet e vdekura, e fjetura, të përgjumura që i kemi. E cila është e fortë që i shpërthen këto kapacitete, këto mundësi? Kush është? Imani. Të ndërgozër, adin që ka njerës për shembull që sën e paramenon qysh na që me falim sabahën. Qysh mund është Allah? Qysh mund i me ngjinu? Se paramenon e për. Sa i nuk shem mundësi me ngjinu. Për shkak se mundësin e agjerimit e shek ka barku, jo ka zemra. Së mund është me pa, normal. Çdo njëri që e bën jetë, për mes barkut me ngjinu, drejk do të me prish. Se barku s'u qen për të drejkë apo. Ama që e bën jetë me zemrën me ngjinu, thot dash nesër bune iftar apo. Që ata pleqton çysh kanë, haxhiler të kanë, itikati. Kur ka itikat fort, kanë agjeruar dhe kanë pështu gjak, e minjera, në punë trona, në tonon kanë punuar dhe kanë agjeruar. Pse? Shikon ata më të fortë me shëndet ose kanë ushtuar me fitnes. Jo, zemrën e kanë pas me iman ato. Imani u ka shpërfaq mundësit hatashme të mëdha që ne sot zbesojmë tu ato. Pa na duhet iman. Çka i të ndrozër, kush kish besu? Me çfarë për shembull analize ke mujt me ardhmë përfundim që sahabët e pejgamberit
gjenerat, dhe më thonë, e idhujtarisë, e përqarjes, e luftrave, e shturjes morale, ti veç me lexu qysh kanë qenë Arab para se marrë pejgamberin, ti s'beson që qita njëjtë dunjën e kanë qenë, s'beson. Po i kanë pas mundësit e përgjumura e të keqpërdorura, i kanë qu kus duhet ato. Si ja u ka orientu pejgamberi ka duhet, kanë përdorur çka? Kanë përdorur ndryqim për këtë dunjën ato. Pra e të ndërëzër, na për shambull, sa fjallosin e kena përqarë me zveti, me bo me orientu dikun tjetër këtë forcë, e me shënru në dashni, pa qysh bom në vërë? Qysh bo gjenje jënë? Po këtë ndrysh, po përqaj për këtë, daj për këtë, lëdhu për këtë, s'ka takat mo. Ndaj e përmeni shpesh, du më përmeni dhe këtu se, më shtë rast një zotiv, një djali ri, jo është tanku një hoqës, më botë arabe, vonë ka ndodhë kjo, së është nga rështë e hershme. Sa i hoqja është falë të rëvije, ka zga të rëvijin edhe ka falë me hatë me ata. E a i djalliri, përmëna, djalliri, i ka thonë hoqë, me pas njëri boshtin kurizor qelikut, thëjet mas të jetën. Qa shjetunet nga të burë, në thome ata. E hoqë që i ka thonë, ka në o biri jam, o biri jam, punë është me këtu, jo me këtu, apëmërësh, këtu të shme pas të fortë. Tani aja rrejna, valla kërse ki këta dhe qelikt me ta pa qëfarë du së rrejna, a që kështë, ke pa ka pleq, rrinë, falen, gatë, rrinë gjamin, dyguj, habitës, na një që në ra qëpurdhi, ma qojtë levizim, po e ki Allah, se në mësuna, ta e ka për kushtimin e ka edipin, e ka edukatën, a e të nëzër, imani i shpërthaj mundësit, kapacitet, mas mire, që në ka zonë që mush me gjenu. Për shumë, sa njëri ka pi drogë kod gatë, ka pi alkohol, me i pa thonë e ko lejë, ja, të veç me i thonë lejë, mos vetë, ose lejë duhanit, ja, Allah, s'moj, vjen imani e len kalaj, flet, si shkon menja kërpse, e ka shpërfaq imani një mundësi që e ke pas, po s'ke besun të apëtën, s'ke besun të. Mande jeta e mirë është, jeta ku shvizon kapacitet, ku shvizon mundësit, jo ku neglizhon mundësit, e kush i fuqizan, kush i shpërthen këtu forcat mbrëmshme, këtu mundësi që kemi më mirë se imani në Allah te barekuta, askush. Shembull kemi shumë tash sahabët e këta e tjerë. Prandaj të ndrozë, çka është roli i imanit? Ç'kto është funksioni i imanit? Me i shpërthy forcat, mundësitë, me pashi i fortë Allah, ti mundesh. Shika për shembull, Allahu xhallahu shejtanin apo. As se shohëm, as dim sa janë, apo me bu me menu, me bu me ma, për shembull me ta dhëzin shuplak, që i bëj se sëm të e pa, apo ti as më për këtë punë, pse? Është bëj do Allahu xhallahu Allah i largon. Shikoj çfarë mundësie atashme. Shikoj na e knum ajetul kursi natën, ka thënë pejgamberi kush e knum ajetul kursi natën, Allahu ja dërgon një roje që ruan tin sabah. Na e knum ajetul e flajmra, lamna. Ka roje që mbron mu. Don e ki këtë mundësi, pse sa shërzan? Vina në kon, valla ondra, valla frim, s'ka që me të frim, valla frim vetës tanë, na ka të kusin, falë namaz, fuqizo, kime pasaj fortje, s'kan që ka të bojnë. A më ne neglizhojmë vetën të mundësi tona, të impresë veç dikush, me nejtë mi krytë nësë, të na fri, të na fri. Së në rejnë kërkush, të mi krytë tonë me të fri, apëtën. Andaj, njerit me ki potencial, ki fuqin tonë, lezë Kur'an, falë namazin, përmendë Allah në të baratara, miliona më të bu, s'kan që ka me të bu me izin Allah Gjallahu Ala, s'kan që ka me të bu, pse? Pse Allah ka thonë që ashtu, apëtën. Jo pëse unë e mi fort. Nësë Allah ka në uamen e të vekër alë Allah, fe u hasbu. Kështu dhe peke mërësëm, Allah tha, kush në Allah më bështetën, i mjaftën Allah, u kry puna. A im ka thonë që kështot, po shish po mush me besu, po. Imani thot, kër thot Zoti u kry ke punë, edhe qaq, o rahat jem. A për që mundësish kjera më mbrojte, me konë të forte, me konë stabile, me konë vizionare, me konë bujare, këtu mundësi kjera ma shumë, nëse imani është aktiv, nëse e jetësujmë imanin tonë të ndërumë. Andaj, roli imanit është, me në mësu adresin, kam i këthi vesh, nësa i ka thonë, u kryoptën. E dyta, e përmena dëmonë, qëllimet e mdhaja. Me mësëm pëse, qysh, imani. Jeta regulluat, kur ka qëllimi, kur ka kasë. Jeta regulluat të nërmëzër, kur ka shrydzim maksimal të kapacitet të mundësive që i kemi. Gjithashtu të nërmëzër, aja që e bën jetën e mirë, duart, reguluar, stabil është edhe, dhe më thonë, vazhdimësia. Për shembull, të ndërmëzër, ka një me një periudhë saktu me kohore, ka kontribu, ka sakrifiku. Tani e ka lëshu të akatat. Tani e ka këthy të kondër të përë. Kejt aje që ka bo,
e ka prishë, e ka bëj jetën komplet ndryshëm. Për shembull, ka njerëz që kanë kontribuar për shembull në luftë, kanë kontribuar situata të caktuara, në çat periudhën konë, po s'kan mujt me majtë ritmin e sakrificës të në fund atë. Edhe e ka lëshuar atë. S'kan pas energji, s'ka pas këshan atë. Vazhdimësia. Edhe pastaj s'përmenden më pas të rrallë për të që ka mu. Tash përmenden për punë, pestat këqija, punë jo të mira, në jetë ju ka bo të merë, ju ka bo jetën. Pse? Që s'ka pas energji për vazhdimësia. E kush e mundësën vazhdimësin? Imani. Nga se të ndërrumë vëllezër, kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shikoni këtë fuqi që ka pas imani. Qysh e ka orientuar Abu Bekri në qetësimin e situatës, në rregullimin e jetës në Medinë, me iman. Kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka ka ndodhur? Njerëzit, Omeri ka kom shpatën, kush thot që u dek, me mu ka punë. U shku të Zoti vetë si Musa alayhis salam. Me marrë do fjale mu këthy prapë, su dek. Ata s'ka unë me paramenu, qysh dojnë në pa pejgamberin. Qysh në falim saban, as në falim saban, qysh? Qysh në nesër, ne a kema i sështë, qysh ja bëjmë këse pune? E kam pas ftirë e kam pas. Ebu Bekri, qysh e ka qëtësu këtë citatë, qysh prejnë që pëtu me përmenë, dersi tonë, qysh e ka këthy jetën në rjedha normale, Ebu Bekri. Me qka? Me kërkesin për të vazhdu tutje, në emën besimit të rëmë. Ka thonë, men kane jabudu Muhammeden, fejnë Muhammeden këtë matë. Kush e ka adhru Allah me Muhammedin, u dek Muhammeden. Kush e ka pasur parti, u dek partia. Kush e ka pas për sistem, u shku sistemi. Kush e ka pas për filonin, u shku filonin. Kejtë një shku. Kejtë shkujnë. Ama men kane jabudu Allah, fejnë Allah hajju la jemut. Ka thonë, kush e adhru Allahun, i gjallë Allah nuk des. Ju në që sabët ka vazhdu jetën atë. Edhe pa pejgamberin s.a.s. Bile për 2 vjetë udhëheqjet e Abu Bekrit, është zgjeru Islami ma shumë se për 23 vjetë me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Për çfarë arsye? Çu vazhdo. Kur është përhap lamin në Uhud që ka dek pejgamberi s.a.s. do jenë ul. Ju ka op fuqia, s'kan takat me qysh u dek pejgamberi. Enes ibn Nadr ka kalu për antyne, ka thonë, çka e një ul shtot, hala betejë s'është përfundu. Ka u dek pejgamberi aso. So problemi që u dek, a ju plagus. Po lajmi është prapë që ka vdek pejgamberi. E që ka thonë Enes ibn Nadr? Qysh i kanë nxit me vazhdu tutje, vazhdoni pra. Kone sa ju dek, ngrituni e vdisni pra që u dek ai. Për që u dek ai? A ju dek për Zotin, të e mbrojt venin, të e mbrojt fenë, të e mbrojt familjen. Qune për qatë e vdisni. I ka aktivizu në emën të besimit në Allahun te barekuhu te ala. Andaj i vetëm është imani që të manë të në fund. Veç. Se besimtarë edhe që hala su kry puna. Ja, i hala su kry puna. Hala ka punë, hala ka dal. E mojnë men, Allah më shrof një hoqë për këtë të rojeve, kom pas një tribunë të tovë para shumë viteve, edhe shumë ka pas prezent madhë njerëzve. Alhamdulillah, Allah është përre, sa ardhë këtu ka shumë prezente, ka shumë respekt, Allah ju nderoft, falenderit shumë. Edhe ka shumë vjetë, kjo nështë e ka përmisa, nështë 12 vite i ka pëtëm. Ishte një tribunë shumë e madhe, shumë, alhamdulillah, edhe kur dullim nga i, hoqja plak, tha, alhamdulillah, tha të nkyrni, tha veç, rruga është e gata, mos së mashtraftë. Që më zgabon me thonë që mu banë në kryo, gata u dha, kere t'vine, kere, ti vazhda, vine, zvine, vazhda, që kja është me rëcitë në të zërë. Aje që lidh me kalablak, shpejt i nalë derës, shpejt është i s'vjen mua, aje që lidh me qështut, aje që ka me Allah në gjellë vala, erdhën, serdhën, së më rëndësi, ata kanë me regjistru të kaloq që në kumajt, u kry puna, Allah, u kry puna. Vazhdimësia me qka garantohet, me iman, me besim në Allah në të barekuhu te ala. Kur është për gruën e pejgamberit në Aishën radhiyallahu anha të ndërmozë në Medinë, se kanë shtëpi për të, kanë shtëpi për gruën e pejgamberit sa. Fatkeqësisht viktime kësaj shpifje që është bë pjesë e kësaj fushate ka qenë një njeri i afërt me Abu Bekrin. Të cilët Abu Bekri kanë imu gjithmonë, i kanë imu. Edhe kur ka pa që dhe kjo kom pjesë e kësaj ka unë mos thonë. Unë një më ty ti shaj familjen tëmë. A ka lënë Allah xhallahu ala me nal kët? Ja, ti zban me nal, atë çojë të shojtë ka. Jepni. Ala tuhibuna an yaghfir Allahu lakum? Ti as do me ta fal Allah?
Po, ku e din që ta ku falë? Vazhdo me kërku faljen, ty ja falë njerëzve. Vazhdo me kërku shpërlimin, ty i dho njerëzve. Vazhdo, hala su kry kur gjë. Ebu Bekri ti ka thonë kështu. Apo, pra i ku për në ka dalë, su kry kur gjë, te kina hy. Ka ku. Përmenet nga Imam Ahmedi rahimullah që me të vdekjes i ka ardhë shejtani, i ka onë mike o Ahmed, balë më në me ta dikun po mike, ka onë hala si mike. Sa të më frim, hala mundësia, si djetë, frim e mram të mund tjetë, Allah në rujtë atëm. Andaj, aja që e manë besimtarën gjithmonë të mobilizuar, aktiv, në gjendje të jashtëzakonshme të punëve të vazhdueshme, është kush? Imani, hala. Kur t'ja dorëzojmë Allahut në dorë, shpirtin me iman të pastër, alhamdulillah. Që ja kuritash. Ta është u shfitova. Ama hala është herë. Pa jeta është e mirë ku ka vazhdimsi, ku dikush gjithë është që jap, gjithë është i mirë. Ama kur është ta nxjerr ty, për shembull, që njëri kur u kon, për shembull, kur më kon i ri, një më shama ata, keni mua, tash s'poni vën. Valla kur më kon i ri, një më fal shamira, ma tash s'po më i pashojta. Po që tash po nxjerr se përpara, apo. Dhe vazhdimësia. Jeta rregullohet me aktivitet vazhdueshëm, pa ndërprerje në bamirësi, madje në shtim, jo vetëm në çatit intensitet. E tempon e vazhdimësisë, edhe forcën e shtimit të vazhdueshëm në sasi e cilësi e garanton kush? Besimin e Allahut xhallahu ala. Që të funksione ka. Me vazhdu tutja. Për këtë arsye ka thonë dietarët se qysh për shembull një shpjegim, një njeri 60 vjet, për shembull kanë gjinu e në xhenet përjetësisht, kur pafën skafën, qysh i bjen kjo punë? Kanë thonë një për arsye është mirësia e Allahut, është fadlullah, bekati Allahut, kjo në esencë. Po një shpjegim i logjikshëm është se ky me parnu edhe 10.000 vjet, njëtë ka pas me gjinu. Apo? Si që Ramazan që tash jetë në gjuhë, apo është balmu, alhamdulillah, 50 Ramazana, apo a thush, jo, kismet, edhe në matë. E këtë vazhdimësi, këtë forcë, këtë edhe në kusht e epë? Imani. A qështë imani e mban aktiv, nga dishmërim për agjerim gjdo vjetë, dhe të mban aktiv edhe për gjithë punë tjera. E që kjo është jeta e mirë, jeta e organizuar, jeta e mirë, është jeta që ka vazhdimësi të kontributit edhe shtim të ti. Jo ndalje të kontributit edhe zbehet e ti, kështë s'ka pëtë. S'ka zbrapse, s'ka këtim rapa, veç për para, ma mirë, gjdo dit ma të mirë, gjdo dit ma shumë, gjdo dit ma të lidhur, gjdo dit ma te për dashni me zveti, gjdo dit, se kemë që ka nështu gjithmonë. E kush e garantën këtë forcë të kësaj vazhdimësie, dhe është iman në Allah të bare këtana. Andaj imani ka që të funksionë, pëse s'pe përdorim, në zemër e keni, mundësin e keni, përdore, mëse le të sletën, përdore, lidhe, aktivizoje, kime pa që ka banë, qudina banë apër. Një nga shështruës të Imam Ahmedi thot, e kom shështru Imam Ahmedi 20 vjetë. 20 vjetë e kom shështru apër. Anë shpe, anë rruga, në nudha, gjithkun. Thot, dit për dit, shtoj këti që ka apër, me i mirë. Gjithë e kom pa në shtim, ndije, në adhurim, mësimtari shtonë gjithmonë. E kush e mon këtë tempo aktiv, kush? Imani, nga se imani është energjia jonë, është burimi i forcës tonë. Andaj, mos e lej imanin në magazin, në depo. Qëtë e për jashtë, dhe të aktiv në organizimin e jetës, në vazhdimësinë e punëve të mira. Gjë të ndërumë, ka shumë që të me pranë, shumë, mëse me zëtë ka fundi, është se jeta e mirë është gjithashtu të ndërumë, jeta e organizuar, jeta e duhur, që neve në duhet është një jetë e balansuar. Të më thonë, ku gjithë shka është, të më thonë, e përmbushur. Të ndërumë, një njëri, a përshë, për me qenë në eci i balansuar, do të mi pas kom të barabarta, dur të barabarta, nëse ka për shambull një anë shumë më të ronë se tjetërën, a i ka me anu ka që janë, është i pa balansuar. Dhe e ke pa që shumë, i ka bo Allah i mësë pona, barabarta, i dikush e ka problem, mësë prove, po përdumon që për në esenë, edhe njëri është i përbër nga mendja, nga shpirti, nga trupi. Sot jena pasuru shumë, në dallim nga e kaluara, jena pasuru në aspektin e trupit.
teshët e kene më të mira, këpusët e kene më të mira, kirën e kene më të mirë, shtratin ku flen e kene më të mirë, do në krejt që ka i vinë trupit e kene më mirë se për para. Mirë po, duku pas në trupi, a mund të athush të njëjtën e për shpirtin? Edhe shpirti është me i pasër, me i devatësëm, se të kalumë, ja, s'mon po. Ka varfëni shpirtnore, ka varfëni emocionale, ka varfëni të madhe, apo. Do në ka debalans njëtë, për shkak të këtij debalansi s'po bëmë rahat, apo. Do në shpesh herë, ma i kina të këndshme ditë, ku s'këna mujtë mungise ditë që gjima, atë s'këna pasa mu knatëshim, e dishim lushim, e bëjshim, pse? Nuk është e normale mi kërku atë ditë, kur s'na kanë zonë të sopë me flajtë. Do qëtash më gëzu, kur se s'li ka dhëmë në vetë. Po faktë që ka rritja e potencialit material, ka shaku debalans me shpirtin, jetë o bëjrona. Dhe që për që ta, se balansoj edhe shpirtin, investoj shpirt, si në shpirë, kime pa knaqësh. Knaqësh. A më na investon bark, investon teshe, investon në mobile, e shpirti lep, na pret se ka vak, na i tani dikur bërteta, e kur bërteta, i tani s'lerat me hongër buka. Normal, se dhem. E kush i mundësë këtë balanse, që edhe trupit sa duhet, edhe shpirt, edhe mendjes, që me kun i balansuar, imani. Jete e mirë është jete e balansuar. Imani mundësën. Imani. Andaj, për shembull, kur një njeri dënë me e dëmtu trupin e ti, në emën të besimit, i qaj themi? Për shembull, të ndëzëm. Për të me ka du qysh imani balansan. Imani e në qënë gjenet. Po, e në qënë gjenet. Po mirë, njeri thotë, qa me pite 20 e tjera, që ta shëllham në pëngjinaj, jem gjinu shumë. Jem gjami në sejgjde. Me në përqes kujë sejgjde dhe tani, për vraj vjetë. Edhe gjenet direkt. Apo, do e dëmtën trupin për me favorizu gjenë në imanit. Ku shkën që njëri? Jo që ti ku ka lyp me shku. Pse? Së dash me dëmtu trupin. Balansaje, mëse dëmta. Ka pas njerë kanë artë të pejgamberi ka unë s'ha kur. Unë s'martuna kur. Ka unë sini për me jepë. Ti mingu këta dhe është mashallah që muslimash. Ja, sini për me jepë. Ka unë e ha, unë e pi, unë e martona. Që kjo mune? Balans tamam. E këtë jetë balansuar nuk e garanton kur kush, përveç se imanit. Shiko sot për shkak sa është zhvillu teknologjia, shkenca. A është në favor të balansimit apo debalansimit që ky zhvillim? Fatkeqësisht shpesh në favor të debalansimit. E ka prish njerën, e ka debalansuar. E ka qit binarë njerën. Njeri fatkeqësisht çdo ditë është më pak njeri. Fatkeqësisht është si po harxhu njeri. Çdo ditë më pak njeri. Andaj kjo është krizë. Që ata jetë është erone, është vështirë. Mungesë balansi, mungesë ekuilibri. E kush garanton ekuilibra? Kush garanton kthim në balans për shpirtin, për trupin, për mendjen, madje edhe balansim në raport me obligimet me të tjerët? Imani. Imani nuk të lën më nejt në xhami e ki barç me kry në punë atje. Zban. Po çysh do xhamia, ka thonë që xhamia vjen më i mirë. Ku më thon ama det që ka saati. Mas të saati zban me në xhami, det për jashtë. Puna. Fe idha qudet as-salatu fantashru fil ard. Kur kryet xhumaja deli për jashtë. Apo kupton balansa kë? Xhami det që ka, mas xhami det për jashtë puna. Ki obligime ndaj familjes tona. Apo po na bëjmë njëri ka musafir në iftar. Edhe u dal me bli harç, gruaj me maru te shtëpia, po. E thot qa mirën me këtë farë harqë, me këto punë palidhe, shka lezej Koranën në gjami që aty, a hin lezoj Koran, kuja për të harqë, apo? Ku ju njëri, mos më penga se ibadet për bëj, shë ibadet për në mosafir kene më rëllavdën, apo? A i thoj që ti takva, a i thoj që ti njëri meqëm? Jo, se devëshmëreja jo të është me prit mosafir, jo me në në gjami, se i ke thirë, a që shtë? A që kjo balansi fetar që nga duhet, apo? Mungjesa që sa, apo? Edhe dunja dhe ahiret. Andaj, sot fatkeqësisht shpesh ai ramit as dunja as ahiret apo. Andaj duhet imani për më balansu në këtu në rrjedhë duhur atjetës tonë që na garanton edhe jetën edhe materialin, edhe epshin edhe gjitha, po të balansuara, jo të debalansuara, të kontrolluara, jo të shfrenuara. Kjo duhet apo, kjo duhet. Ama me çka garantohet? Kjo qasje e matur, e balansuar veç me iman bota, veç me iman. Djetarët e kam pranë se Ibn Qayyim rahimahullah thotë të ndërruazër, thotë për njerëz që s'janë balansuar, që s'kan forca frenuese, që kur shumë njerëz sot ato për shembull.
Thot, përmendoje për shembull një njeri që është përgjegjës për një pend, e thoni brana, që lëshot ujë me ujë, ajo ti po ajo so si ujë është, mos zot. Ajo është aty ne ka një farë pende, ai tani e çon kapak, e uji shkon ka dale, në rrit sasinë e lumit për me ujit. Tani kur shkon me ujit e ul, apo. Dhe para e që është aty me kom për shemb me menu me emocione, jo me mena, domethënë. E çon pak më këta gjynale të ujit të kënaq zot e këta apo na të çon barona apo. Plepin hayvanate edhe mushën bunarët. Çfarë bën kënjella? Që ka qumë me emocion. Jo vëllas na vin ka shumë ujë, na myte, nale. A ç'është? Ne ka ardhi kur e çon fort bronat, knash në hani e pyeni, po jo vëllas ban ka shumë. Liria e shfrenimit e ka prish njerin apo. Zban, njeri nuk dit nën, më të më ka çikash që më knash, mas i thoj zban, me shit kufit dikun. E kush e garanton këtë frenim, këtë balansim njët, këtë sjellje të matërt mesatare, kush e garanton? Veç imani. Andaj ta përdorim imanin për ta balansuar jetën tonë. Çdo aspekt të debalansuar ta balansojmë, ta ekuilibrojmë me imanin tonë. Kjo është e kërkuar. Nëse imani ka këtë forcë, ka këtë kapacitet, ka këtë funksion që duhet na me përdor apo. Gjithashtu të ndrum nga ajo që nga funksioni i imanit është ka shumë, veç po duhet me përmbajmë me dy si shpejt pa shumë koment inshallah. Është edhe se imani i rregullon prioritetet. Njët, që njerëzit i kanë kaotike prioritetet. Din, kjo është e mia, ma do të pasëm. Për shembull të ndërëzëm. Prioritet për neve në fazet, pasaj në filet. Jeta e mirë është, jeta s'la ndërtohet mbi zbatimin e obligime, pastaj mbi mirësia. Që kjo rregulla duhet, që kjo është jeta e mirë. Sa të shumë prioritetin në prisha. Apo, në prish, që ata dhjetë o vërgjësu. është vërtetu se njerë për shkakun sot nuk e kanë prioritet Allahun te barekuta. E I ka dënuar Allahu te barekuta me krejt që kanë marrë s'kan më kënaqur. Imani mëson prioritetet. Mëson prioritetet. Për shembull, një njeri I cili të ndërnuar nuk I përmbush kërkesat e familjes. Domthon fëmia shkojnë me këpuca të shkyme. S'kan fletore. Apo unë të janë, se shpesh s'ka që ka më ngër, ama fort bëmërës. Natë për natë që shok I qënë darkë. Që kjo amës lërë mirë që? Ja, nuk është. Ja, prioritetet e familja, mas pari familja. Mas pari. Na të rëgani një dietar, një profesor kërë shumë studime, për një rast që e kompliment disa arabë, është në vite që kjo pika. Tha më thirë një gru nga një vend I caktu më arabë, së më rëndë si ku, tha edhe, tha, përdëm më bodha një pyetje. Tha më tha kështu apë. Tha hoqë burë jam të ka shumë për marak, nga në ka respekte, është njëri me autoritet në të ven atje, edhe ka një ofertë, kogja konkrete, praktike, me marrë një pozicion kogja të lavdërshëm shtet, në ministra, diçka më bujë më në shtetëm, me përgjësit në lojëm. Ka unë ka bu njetë me thirë me dvetë, nuk ka këtu aj, po e di që ka me dvetë për këtë punë. Ka unë ti që e thush nuk e di, që më po thëmë që unë jam një gruje 2 fëmijë, neve zime në akshyrë, jo ministrinë, në harën ka erë një vëtë. Apo? E të më dhe që zdi me këtë familje, qështë plati, ku dhe me shkullë, ku dhe me shkullë. Ta unë për, vallaj dhe që të thamë, tha dhe thash, kur të më thiri ka dzej pra më bua, mësë më bua. Që më kur ti ke upë, kur ti për shamë, për një njëri për shamë, u konë shef I 5 vete. Luke ka po punë, apëm. Si shpërblim ka me të bua tash, shef 500 apëm. Në të me 5 ke mujtë me kryo, Allah. Apo bën kështë? Adhe, qëto që regullime në prioritete, qëto që regullime në punë konkrete, I regullon imani, apëm. I regullon imani, apëm. Ka prioritet, ka dalë. Ka prioritet. Tash na jena undë. Ama prioritetet kena mos me hongër, I me hongër. A ke pas si tir e zani. Si tir e zani. Prioritetet shka? Me hongër, mos me vazhdo, mos me hongër. Ndrojnë prioritetet. Qëta ka më pejgamber sonë? Se? Me e gut e zani. Me e gut prishin. Dikur shumë thotë, kërë, për shumë, po qa po gutë, rëlloh, këna gjimu që 10 saat, jo, për guti, a ka thirë, u kry, se përfundaj kjo, ta është kalim tjetërën, ta është nuk është më prioritet në gjinimi, ta është prioritet me hongër, atën. E që kjo është jetë e dur, kërë ki të organizuar prioritetet, din që ka për para, që është e para, që ka është dyta, din obligimet, kanë mas pari me ngu, kanë mandi me ngu, këtu e prioritetet.
Ama jo shkon i nimon venit të lartë atje, e venit të si ke kontribu kur gjë. Ta sheharin populli filan dhe populli të ku është, apo. Ta sheharin filan familja të së të sheharin, ku është kjo punë? Kjo është rregullim. Dhe kjo është jetë e rona. Dhe imani e mëson prioritetet në rregullon qysh me kontribu për familjen, për rrethin, për mahallën, për shoqërinë, mas pari prioritet ka populli jon. Tani kanë tjerë. Mas pari populli tëmë do të shërbijone, tani tjerëve vë. Se që kjo është prioriteti që të Allah më ka pru mu, ty jenë, këna ka sinë qitë vend, qëtu, me dash në kështë unë në atë vend tjetër të Arabisët, ose ku do koft, në atë kohët pejgamberit, pas në ka që kohët ka pru, që kjo është prioriteti të përë, që është venit të. Andë jetë e reguluar, për mes imanit është jetë e cila, ja lejon imanit me e regulu prioritetit të përë. Qka është me madhe, qka është farz, qka është sunet, qka është mustahab, qka është e pëlqyr, qka është e kërkuar, ka indikatë organizuara, që duhet me bazë në imanit të përë. Dhe fundit të nërëzër është se imani mësën që jetë me pas një ngjyrë. Jo me pas shumë ngjyra. Nga se jetë me shumë ngjyra është jetë e sikletshme. është jetë e sikletshme. Apo. O men ahsanu min Allahi sibgha. Allah tha ngjyra Allahut besimi. E kush ju ngjyrës më mirë se Allahu te barekallahu. E ka një ngjyrë apo? Muslimani ka që këta thojnë në gjuhën sot 3 e ka një brand. Apo këpa për shumë, filën kompanit, s'kemi me pa që kompani është, me që është e shenë, thëtë qësi është, ku për dimre, pa që është e allo, apo. Për shumë, ti nuk i nevoj për shumë që të flamuri me pa poshtë i kujtë është, apo. Me njyra din, për din që është kjo flamuri kështë s'për shumë kërkun, po njyra ti kallo, apo. A mu është ti me njyra me konë që shëtë muslimane, ku për din, pa shqiet, apo. Sjellja e tij, si vlerë e tij, kur shet si musliman, kur blen si musliman, kur shkon si musliman, kur del, kur e nervozon si musliman është, apo kur t'i jep si musliman është, kur t'i merr si musliman është, një ngjyrë ka ai, s'rran apo. S'rran. Ama jo për shembull, me thonë që çore unë më halaj më mos mangosni apo, sonë kthena sa ora ja, s'ka kështu. E ke bë pendim u krijoi më. Ai më është, më tash është muslimani. E ka një ngjyrë apo. Në çdo aspekt një ngjyrë ka. Gjithmonë një ngjyrë ka, një reagim e ka. Qysh ka thonë Zoti te barekota, qysh ka mësuar pejgamberi alayhi sallam. E një jetë e organizuar një ngjyrë, një trajtëshe, që njerëz nga lartësia se çka musliman është jetë e rahatshme, është jetë e qetë e mirë, alhamdulillah. E din edhe je rahat. Prandaj imani edhe këtë pjesë të rëndësishme që përfshin krejt jetën tonë e organizon në mënyrë të mrekullueshme për faktin se vjen nga Allahu xhallahu ala. Asnjë s'kena ndyshë se mos o gabim, mos o diçka që s'duhet, jo ja, këtë punë e këtë krymeti. A ka thonë Zoti, në rregull apo? Veç të zbatoje ti veç jetësoj dhe praktikoje. A dhe të ndërum, për në fund dua të them që këtu janë disa aspekte që përmenda disa pika, 6-7 pika, sa të janë veç një shembull praktik të disa fushëve të rëndësishme të jetës tonë që është imani i funksionalizon këto aspekte dhe këto kur janë funksionale e rregullojnë jetën, e bën jetën të organizuar, e bën jetën të orientuar, e bën jetën të kompletuar, e bën jetën të mirë, të qetë, sigurt. Edhe njeriu të këtë i bëhet pastaj xheneti i dunjos. Që nga xheneti i dunjos kalon në xhenetin e ahiretit. Që ka thënë disa dietar, në dunjë është një xhenet, kush nuk hyn në çat xhenet, edhe atje ka shtirë me shkopën. E çdo ta xhenet në dunjë jo filen maja e malit ose filen dete apo. Jo, që thonë ndonjëherë kur shkojmë në vetë mirë, xheneti i dunjos është aty. Jo, Allah thonë xheneti. Xheneti i dunjos është aty. Imani. Çka është xheneti? Kush është me iman e ka shiu xhenetin pa shkuar atje. Pa shkuar atje. Prandaj t'ia bëjmë vetë xhenet këtu me iman, edhe pastaj të përgatitemi që nga ky xhenet në miniaturë i vogël, veç me përjetime të kalojmë në xhenetin e shijimeve, edhe jetësimeve, edhe përjetimeve. Allah është përbleft, o gjeneruar, o gjellar, falmire shumë për respektin, për mundësinë dhe xhamatin nderuar. Allahu na përmirësoj gjendjen e zemrave tona. Allahu na dhash iman që me të edhe i gëzojmë begatit, edhe i kalojmë problemet, edhe sfidat, edhe me iman duhemi, e lidhemi, e bashkëpunojmë me jetësin përpara. Na mundësof që Allahu xhallahu që ky iman të jetë funksional në shërbim të jetës tonë personale, por edhe në shërbim të shoqërisë, komunitetit e njerëzve përgjithësi, krejt njerëzve mirë më u bë për shkak se ne jemi musliman. Allah është përbleft me kaq fillon. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kathir.